Familjar të ushtarëve të vrarë e plagosur në masakrën e Peshkopis në Gjirokastër dhe aktivistë u mblodhën para gjykatës kushtetuese këtë të premte për të kërkuar rihapjen e dosjes për ngjarjet e 10 prillit 1994. Vëllai i dëshmorit Fatmir Shehu, me zë të dridhur e emocione, shënjestron Fredi Belerin, të hetuar si i përfshirë. Kam ardhur si para gjykatës kushtetuese, se gjykata e shkas parë dhe apeli e la të lirë Alfred Belerin. I pranishëm ishte edhe një prej dëshmitarëve të gjallë të asaj nate që ka mbetur e mbuluar me mistere. Unë si ushtari asaj nate kam 32 vite që kërkoj se çështja nuk zbardhet kur faktori ishi kapur me armët. Pse drejtësia është na kush mirë paguhet, jo paguhet, po mirë paguhet. Pse duhet 32 vite dhe mos zbardhet kjo çështje? Çfarë bën drejtësia? Sulmi ndaj repartit ushtarak në Peshkopi të Dropullit më 10 prill 1994 shkaktoi 2 viktima e 3 të plagosur. Shpirtat e 2 dëshmorëve ta dëhet Fatmir Shehu Asëngjini nuk do gjejnë qetësi pa drejtësi. Masakra u mor përsipër nga formacioni paramilitar grek Mavi, që kërkonte bashkimin e një pjese të Shqipërisë së Jugut me Greqinë.